Sot jemi 24 shkurt 2026, një blok me pjeshk të hershme. Kjo është tamam lejmëtar i pranverës. Pak më tutje do të shkojmë në një blok me moll, të janë njerëz shumë punëtor, jemi në Gryksht të vogël, bashkia Peqin. Përgatiten që të vëjnë edhe rjeta për mbrojtje nga breshti, duke qenë buzë lumit, këtu është e pranishme edhe momentet caktuara që i dëmton breshri, stuhit vogla lokale. Kështu që do të kërkoja e do të insistoja që në subvencionet që bëhen për bujqësinë të futet edhe rjetat për mbrojtjen nga breshri. Të enfermer me gjithmonë duar artë. Që sa burë. Punë mbarë. Ma paç. Sot jemi 24 shkurt 2026. Ku jemi këtu në? Në fshatin Gryksht vogël. Gryksht i vogël, bashkia Peqin. Peqin. Ha, shumë. Ti ke blok madh me moll, 3 modelën. moll, edhe ma toni që edhe pjeshkët që ka vllaja e kushurit. Po. Këtu pas ke vendos rjetat për antibreshër. Kemi vendosur rrjetat për antibreshën me Këto i ke ble vet. investimet e tona. Tani- një kredit vogël që Po, tani unë insistoj, kudo që shkoj, është një thirrje për ministrin e bujqësisë, për institucione shtetërore. Çfarë do i kërkohet ti për shembull? Po me sa të ketë mundësi shteti një subvencionim për këto rrjetat paktën. Pra, ke paketa që do bëjnë ato për mbështetjet bujqësisë, të futet dhe mbrojtja nga breshri. Për mbrojtjen e Sidomos breshtit. për dru frutorët, siç është për shembull si vjen edhe buzë shkumbini këtu. Terreni kemi shumë vështirë, çdo vit po kuj se na ka breshë. Unë që i kam mbulu kam ja 5 vite, nuk kemi dëmtuar me këto, po akoma s'kam jemi me Që të zgjerohet sipërfaqja duhet patjetër subvencionohet edhe për mbrojtje nga breshi. këto i kemi mbulu akoma jemi në gredi. Unë të shpresojmë atëherë, unë Faleminderit do të shumë. insistoj që dhe kjo të futet në paketën e mbështetjes për bujqësinë, duroj i sezon të mbar. Me sa ketë mundësi shteti, inshallah Gjithë mira. pak nim, aq dum në çik nim.